Ndrojmë krejtësisht temën e bisedave, atmosferën e informacioneve, sepse në fakt pavarësisht gjithë situatës gjeopolitike, gjithë situatës politike në vend, është verë dhe të gjithë njerëzit kur ikin pishina, kur ikin në plazh, zakonisht marrin dhe një libër me vete. Se duan të lexojnë, se duan të duken, kjo është një problem personal. Por ne do të flasim sot për letërsi. Dhe kam shumë nëjësit kem në studio një mikesh të studios tonë, që është Elsa Skënderi, pedagoge. Elsa, mirë se erdha. Mirë se u gjej, përshëndetje. Do të flasim për letërsinë e verës, letërsinë e plazhit, të nisa pak duke thënë që dikush marr një libër dhe mund të jetë edhe për të shtyr kohën, mund të jetë edhe për të lexuar me interes, por mund të jetë edhe pak për të dukur, sepse në fakt duket se kështu ka filluar dhe kjo letërsia e verës. Si ka nisur prirja, dëshira, tendenca që në verë të ikim në plazh apo në verim diku dhe të kemi dhe një libër me vete? Studiuesit ata që merren me këtë çështje, po dhe me çështje të marketimit të librit, i gjejnë zanafillën e këtij termi të librave të verës edhe leximeve të verës apo të leximeve të plazhit, pikërisht diku në fund të shekullit të 19, kohë në të cilën njerëzit bënin udhëtime të gjata me tren dhe duhej që të kishin libra që të lexoheshin gjatë këtyre udhëtimeve, jo shumë impenjative, por që të mund të merreshin me vete dhe pastaj të merreshin me vete dhe në vendet ku ata shkonin dhe pushonin. Me ndryshimin e traditës edhe të praktikave të punës, që ishte një periudhë e vitit që kishte kohë në cilën secili mund të lexonte, atëherë lindi edhe kjo praktikë për të pasur lexime të verës. Dhe përgjithsisht kur flasim për lexime të verës, fjalën e kemi për një lloj letërsie që është më e thjeshtë për të lexuar, një lloj letërsie limonat, të thoshim, ose romanca apo thrilleri, ndonjëherë edhe sagat familjare. Libra që nuk janë shumë impenjativ, nga pikpamja qoftë e përmbajtjes impenjativ, po mbase edhe nga pikpamja e vëllimit se sa të mëdhenj janë libra. E qartë. Megjithatë, mos të ngatrojmë, nuk kemi të bëjmë me klubet e librit, domethënë ku mblidhen njerëz që lexojnë në mënyrë të dedikuar, janë ndoshta edhe lexues të kultivuar dhe shkëmbejnë ide, qoftë dhe profesionale apo dhe të lira për librin. Kemi të bëjmë me një lloj letërsie që ndoshta zonjat e fund shekullit, 2 shekujve më parë, e merrnin me vete dhe tani është trendi i çantës më të shtrenjtë, atëherë ishte prirja e librit çfarë lexove ti dhe unë. E drejt kjo e zonjave dhe madje kishte praktika edhe në sallone, mbas edhe të një lloj kështu aristokracie. Mblidheshin dhe diskutonin dhe rrëfenin për gjëra që kishin lexuar, ishte një mënyrë për të mburrur. Një mënyrë mburrjeje që sot e mungon, me thënë të drejtën, se do donim shumë që njerëzit të mburreshin për libra që lexojnë edhe jo për gjëra më sipërfaqësore dhe të konsumit të përditshëm, siç është e veshjeve apo e çantave. Megjithatë, nga aty pastaj shkoi edhe u shndrua kështu në një prirje më të përgjithshme për leximet të verës dhe libra që përgjithsisht në disa tradita të caktuara, veçanërisht të disa vendeve perëndimore, konsiderohet si lloj letërsie edhe shkruar për gra dhe konsumuar nga gratë. Ka një lloj kështu konotacioni disi negativ termi, por kjo shikon shumë e mirë padyshim për të lexuar. Në fakt, nuk kam parë tani që mendoj djem apo burra në pishinë apo në plazh me libër, me thënë drejtën. Nuk e di, ke parë të pakët. Të gjitha statistikat na flasin që lexueset më të mëdha, si numra, lexueset janë kryesisht gra. Gratë lexojnë më shumë, edhe në Europë. Ishte një statistikë e fundit, diku të 65% e lexuesve ishin gra, edhe vajza, dhe kjo në base lidhet me atë natyrën e tyre emotive dhe kanë nevojë gra gjithmonë për një lloj ushqimi shpirtëror, kështu që nëse s'u japin burrat që kanë për çaj, që gjejnë te letërsia, ku ka më mirë. Dakor, ka mbetur ende letërsia dhe me gjithë këtë gamën që për qark mund të ketë veshje, stoli, makina, kesh, gjëra të kësaj natyre, ende mbetet letërsia dhe është lajm, është lajm. Megjithatë, çfarë librash do rekomandoje? Ka renditje nga më të ndryshmet. Askush nuk mund të thotë që këto janë 10 librat e qershorit, këto janë 10 librat e verës. Ajo mund bëhet në bazë të tregut, kam idenë, në bazë të shitjeve, por është shije. Do të thënë, ato sugjerime që vinë, përgjithsisht janë sugjerime që kanë një natyrë komerciale. Ato libra që janë libra të kohës, si me thënë që sapo janë botuar, apo botime të verës, edhe reklamohen si të tilla. Kështu që listat mund të ndryshojnë. Unë e kam pak të vështirë që t'jap thjesht libra limonat, por mund të sugjeroj libra që i kam lexuar edhe që përshtaten për e të mjedisi, kudo që ti e njerëzit duke